për vite me radhë kanë qarkulluar disa mite, që janë marrë shpesh se të vërteta, mirë po sot tregu ka vërtetuar që rezulton e kundërta. Një ndër mitet që ka qarkulluar për vite me radhë është se kati i fundit është gjithmonë problematik. Në të kaluarën shumë ndërtesa kanë pasur probleme me termoizolimin dhe hidroizolimin e terracës. Prandaj katet e fundit kanë qenë të papreferuara për vite me radhë. Por në ndërtimet moderne, këto problematika janë adresuar në teknologjitë avancuar ndërtimi, në izolime termike dhe shumë shtresore dhe me shumë sisteme profesionale hidroizolimi që ja kanë bërë këtë problem të mos jetë më në qarkullim. Ajo që mund të them sot është se katet e fundit në të vërtetë ofrojnë disa avantazhe. Së pari, aty është më tepër qetësi dhe ke më tepër privatësi. Të ofrohet më shumë dritë natyrale, ke më tepër fushpamje dhe shpesh ke dhe mungesën e fshinjve duke qenë se ndodhesh vetë në kat fundit. Një mit tjetër që ka qarkulluar për vite me radhë është se apartamentet e vjetra nuk ja blejnë. Shumë njerëz nuk e dinë që shumë objekte të vjetra nuk kanë sipërfaqe të përbashkëta. Gjë që do të thotë se pjesa e sipërfaqes që paguan është realisht ajo që përdoret brenda apartamentit. Këto prona shpesh ofrojnë dhe disa avantazhe të tjera. Kanë dhoma më të mëdha dhe planimetri më funksionale, më shumë hapësirë për familjen tuaj dhe përgjithsisht kanë një avantazh çfarë pronat në ndërtimit të reja nuk ta ofrojnë, ndodhen në zonat elitare. Ato ndodhen në zona të zhvilluara, të kërkuara pranë qendrës, shkollave, shërbimeve, infrastrukturës së konsideruar dhe përgjithsisht ndodhen brenda unazës së vogël. Kur inovohen më mirë, këto apartamente do të rezultojnë gjithmonë në investime më të zgjuara. Po ti ai beson këtë mite? Më komento poshtë.